250 deri në 300 lekë kilogrami janë duke tregtuar fermerët e Bathësit në Elbasan aktualisht qeshin. Ata i druan faktit se deri në mbyllje të sezonit, ky çmim nuk do të vazhdojë të jetë i njëjtë. Kur prodhimi vendas doli fillimisht në treg, qershia shitej deri në 1000 lekë për kilogram, por me daljen masive të prodhimit, çmimi me shumicë ka rënë deri në 250 lekë. Pavarësisht kësaj, fermerët shprehen të kënaqur, pasi prodhimi këtë vit është i bollshëm. Problem për ta mbeten mungesa e ujit për vaditje dhe mungesa e fuqisë punëtore, ndaj në vjeljen e frutave janë angazhuar të gjithë familjarisht. Po e trajtojmë me 2000-2500 lekë, si mas malli që është, 2000-2500 lekë është kjo e parë. Do të bresin akoma çmimi. Po te tash është mirë. Para shumë të kënaqur jemi se ka prodhim. Ka prodhim, po mbledhëm këtë prodhim që ta mbledhëm gjithë këtë prodhim, jemi të kënaqur. Dhe tregu tash po janë gjallë se kanë dalë të gjithë me qeshin. Ka shumë prodhim këtë vit dhe tash jemi të kënaqur. Vështirësinë pam kryesore pam rrugën. Rrugën kanë 2-3 ditë që na e prun këtu. Po pat mosi dhe kanali Vadic, po na pruri kanali Vadic, është ka ardhur kanali Vadic, po na prun lutin, do jemi 100 herë më mirë. 2500-3000 shumë të ne trajtojmë vetëm treg. Në cilin treg përfundon qeshja juaj? Po dhe Tiranës, dhe këtu Elbasanit, të dy jap. Vetë punojmë. Sa përballojmë. Punojmë deri vonë natën. Deri tani jemi të kënaqur. Duart e para që janë më të shtrenjta, sipas prodhimit ulë dhe çmimi. Nuk ka fuqi punëtore, kanë ikë të rinë të gjithë. Se në 7 mjesë deri në 14 ditë me mbledh qeshi. Ndërkohë edhe në zonat kodrinore të Xibrakës në Lushnjë ka nisur vjelja e kajsisë. Edhe këtu fermerët shprehen të kënaqur si me prodhimin, ashtu edhe me çmimin. Kajsia vendas e doli në treg fillimisht me një çmim deri në 500 lekë për kilogram, ndërsa aktualisht po tregtohet me rreth 300 lekë. Edhe fermerët e Xibrakës ngrenë si shqetësim mungesën e subvencioneve dhe të fuqisë punëtore. Në vjeljen e kajsisë janë angazhuar kryesisht persona në prag pensioni, të cilët paguhen deri në 2000 lekë në ditë. Kajsia është e vlen të merresh. Sot me 3000 lekë. Unë jam lidhur me tregtarët dhe vinë marrin këtu në vend. Pakun deri më sot vinë marrin këtu. Nuk ka qenë problem pjesa e shitjes. Prodhimi i mbar, i bukur, edhe çmimi ka qenë i bukur. Ka qenë çmimi më i lartë. 5 fillimisht, pastaj duke ardhur duke zbritur. Sa kërkon për një ditë pune? Për një ditë pune e shumë të 20.000 lekë. Sa orë punon në vjelje? 8 orë. Është e lodhshme për ty? Po, është e lodhshme, po është edhe e mirë se më pëlqen puna, më mban të fortë. Kajsia e Xibrakës njihet për prodhimin e hershëm dhe mesi muajit maj konsiderohet ulmi i sezonit për këtë produkt. Prodhimi i kësaj zone tregtohet jo vetëm në tregun vendas, por eksportohet edhe jashtë vendit.